Po, më bashkështu edhe këngëtare që ishin sonte me ne, Blero, Arta Bajrami, Don Arbas dhe Adelina Emini. Do mbesim mendet e këngëtaret, por kësaj radhe do të flasim për këngëtarët shqiptar, të cilët fal talentet e tyre patën rast dhe mundësi të deportojnë edhe për te trojeve shqipfolse. Se jemi të zotë, këtë kemi dëshmuar disa herë, e jo vetëm në këndim, por në shumë lëmi të tjera. Por materialit që do e ndjekim tani, ju sjell emrat e atyre këngëtarëve shqiptar që arritën famë botërore dhe ndodhen në kulmin e suksesit të tyre. Se për kë bëhet fjalë, e kuptojmë vetëm pas. Për te trojë brellën e reperit me famë botërore, Jay-Z. Hot Right Now në shkoj akoma më lehtë në klasifikime. Vitin që lan pas, ora Kori akoma më shumë sukses e bashkëpunimin e saj në Black Widow. Aktualisht, Rita është në përfundim të albumit të dytë, do të publikohet shumë shpejt. Rita Ora është treguar e zonja edhe në aktrim, fillimisht në Spitz, pastaj në Fast and Furious, ndërsa në 2015 do të shfaqet në filmin 50 Shades of Grey. My name is Bibi Rexha and this is Monster Under My Bed. I'm friends with a monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. Për post Rita Orës, sukses në tregun ndërkombëtar po shijon edhe këngëtarja tjetër, Bebe Rexha. Bebe u bë njohur pasi shkroi këngën Monster, të interpretuar Mommy got that sweet pea. When I get her, all she says, "Hi, papi, sissy." Yeah, she in the building, looking like a million. Karma bëri bashkë këngëtaren Adelina Ismaili me reperin shqiptar në New York, Gashi. Labinot Gashi ka bashkëpunuar edhe me emrat të tjerë të rëndësishëm të muzikës globale si French Montana, Nipsey Hussle dhe Don Canyon. Gashi këtë vit lançoi edhe albumin 4Play, e ko më parë ka publikuar edhe 3 mixtape, The Kid Gashi, Lost of Rare Breed, I'll Be Right With You. Reperi ka fituar shumë çmime në konkurse muzikore, ndërsa më e rëndësishme për të ka qenë titulli performanca e parë më e mirë në First Look Sessions. Mbiemrin Gashi bart edhe këngëtari tjetër I suksesshëm Gzime. Edhe pse I ri në moshë, artisti ka arritur të regjistrojë këngë mjaft të suksesshme për te kufijve shqiptar. Filloi me formulën e coversave, të cilat u fshin nga YouTube, por vazhdoi karrierën me këngët e tij. Në vitin 2011, u nis drejt LA për të ndjekur ëndrrën amerikane. Gjatë 2012-s, Gëzimi publikoi klipin Trigger, I realizuar në Kosovë, që rezultoi I suksesshëm. Ndërsa me 16 prill të vitit që e lan pas, e përditshmja suedeze Aftonbladet paralajmëroi publikimin e singullit të ri të këngëtarit Gashi. What It Feel Like u prodhua nga Dre Knight dhe shkruar nga Sam Salter. Videoklipi kësaj këngë u realizua nga Ross Cheng. Suksesi të Gëzimit I shtohet edhe interpretimi I këngës më të re The One në spektaklin suedez Malo e Pletio. Girl, can you feel the steps now I'm coming? Too many numbers in my phone and the budget. Always on the Talent show kanë shërbyer si trampolin që shumë të rinj dhe prejardhje shqiptare të korrin sukses në ndërkombëtar. Këtë fat e ka përcjell këngëtarin nga Kosova, por të suksesshëm në Gjermani, Ardian Bujupi. Bujupi nisi karrierën duke marrë pjesë në konkursin e talenteve Deutschland's Star Dance Superstar, në të cilën përfundoi I treti. Pas paraqitjes në këtë format televiziv, Ardiani filloi publikimin e këngëve të para të tij. This Is My Time ishte kënga që I hapi dyert e suksesit për tregun ndërkombëtar të muzikës. Vitin që lan pas, Ardiani publikoi 2 duete, një për tregun shqiptar me këngëtaren Genta Ismaili dhe DJ Dallull, e tjetrën për tregun global në bashkëpunim me Lumi D dhe Big Ali.
some action. Damn it, I'm relaxing. Come to satisfaction. I give it the maxim. Cinematic shit. I mean, can you handle it? Better come correct. You don't want no Në fillim të dhjetorit që lan pas, Ardian Bujupi publikoi këngën e tij në gjuhën gjermane në Ardens Sterne. Alle sagten nein, denn aus mir wird nichts werden. Wir sind geflogen. Rrugë të njëjtë me Ardian Bujupin kanë ndjekur edhe El Hajdadani. Filloi me spektaklet e talenteve në Shqipëri si Star Academy. Më pas u rrit dhe konkuroi në Top Fest, e të cilën doli hiç më pak se kampionja e këtij festivali. Pas Top Festit, synimi i saj ishte një çmim tjetër në një shtet tjetër. El Hajdadani nga Shqipëria u shpërngul dhe shtetit fqenj, Itali, ku paraqet si pjesëmarrëse në The Voice. Versioni italian i The Voice ishte fatësjellës për El Hajdan, e cila u shpall kampione edhe në këtë garë. Pas paraqitjes në këtë kompeticion, El Hajda nënshkroi kontrata të rëndësishme, ku më pas edhe publikoi këngën në gjuhën italiane. Emri i tij nuk është aq i panjohur për tregun ton. Këngët e artistit me prejardhje shqiptare u shndruan në refrenet të sezonit në shumë vende europiane. Është ky Klajdi Lupa, i cili në moshën 4 vjeçare u largua nga Shqipëria Përpos Klajdit në Greqi, këngëtarja më e famshme e momentit është një shqiptare. Eleni Fureraj, e cilësuar si një sozi e Beyoncés, ka pushtuar diskografinë greke. Karrierën e filloi si pjesëtare e grupit Mystic, ndërsa suksesin më të madh e fitoi kur bëri debutimin si solo artiste. Eleni ka kënduar për të emrave të rëndësishëm të muzikës europiane, por edhe më tej. Just maybe I'm crazy. The world spins round and round. Shigirikidai. Në vitin 2013, Eleni u ngjit në skenë së bashku me fituesen e Eurovisionit të vitit 2004, Ruslana, për të kënduar këngën Wild Dances. Ndërsa në vitin 2014, duroi një super spektakël